Okej. Zoti Balla. Zoti kryetari i kuvendit, së pari kërkesa është e formuluar gabim, e përpasoj nuk mund të merret në konsiderat nga deputeti që mori fjalën në emër të kërkuesve, nuk dëgjuam asnjë argument që ka të bëjë me kërkesën. Kërkesa nga grupi ynë parlamentar do të rrëzohet. Kemi pasur një diskutim të gjatë në konferencën e kryetarëve ku vetë deputetët kanë kërkuar që këto iniciativa ligjore të shqyrtohen me përparësi. Nuk dëgjuam asnjë argument. Nuk dëgjuam asnjë argument lidhur me kërkesën. Sa i përket çështjeve të tjera që u parashtruan këtu. I fundit në këtë sallë që mund të flasin në emër të protestuesve është ky pelikani këtu. I fundit. Lutem zoti Balla. Dakor. Dhe nëse do të zbatosh, unë të sfidoj, Sali Berisha, unë të sfidoj. Sot pas dite shkon protest. Shkon do të protest. Provoje po ta mbajti. Ndërkohë që personalisht nga ana e protestuesve meritoj një falënderim sepse kam kontribuar për një prej kërkesave të protestuesve. Protestuesit ton Sali Berisha në burg, unë e kam bërë një kallëzim për ty. Dhe i ftoj protestuesit ta marrin në shqyrtim. Qesharak më të mëdhenj. E mbani mend, ditën e parë të protestës, i quajte sikur I kemi nxjerrë ne protestuesit. The kështu apo jo? Ditën e dytë protestës the që je kundër protestës. Ndërkohë që sot del zotrote, jam përfaqësuesi protestës. Edhe t'ju them të drejtën, pash një gjë shumë qesharake në Bruksel, se pas dhe disa që tha, kemi ardhur këtu në Bruksel për të sjellë kërkesat e protestuesve. O kush ju ka mandatuar ju nje? Në marrëdhënie me ata djemt e vajzat ne s'kemi nevojë për ty për interlokutor. Ta dish të. Fare, I fundit je ti që mund ta bësh ne ndërmjetësin me protestuesit. Prandaj ulu edhe këta se le nam. Faleminderit shumë. Zoti Balliu, se ju lutem uluni, vjojmë seancën. Zoti Balla foli në 2 minutshin që jep rregulloria për si folës kundër propozimit. Pro dhe kundër, kaq. Tani kalojmë në votimin e propozimit të grupit. Jo, nuk ka replik këtu sepse nuk jemi nuk kemi diskutime, zoti Noka, nuk kemi diskutime. Jemi te fjala pro dhe kundër. Ju lutem zini vendet. Zini vendet pra se s'merret replika me forcë. Po pra. Uluni ju lutem. Le tani mos e teprot, lutem. Uluni ju lutem. Sa po të përfundojmë me votimin e propozimit, kalojmë te pika tjetër dhe keni hapësirën për procedurë ku jeni regjistruar të flisni. Uluni ju lutem. Uluni.